Allahu thot, ja ayuhan nasu, inna khalaqnakum. Ne ju kemi krijuar min dhakarin wa untha. Jeni të krijuar, respektivisht ka filluar shtimi juaj dhe ka filluar krijimi juaj përmes një mashkulli dhe femre, që është Ademi alayhis salam dhe Hawaja. Kjo është pikënisa e njerëzimit. Mirë, na tash po e njohim në realitet, prej ku e kemi fillimin dhe ku është piktakimi të gjithë njerëzve. Përkundër dallimeve, piktakimin e kanë të prindërit e përbashkët të njerëzimit, që janë Ademi alayhis salam dhe Hawaja. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. E këtu është me të vërtetë një sekret i rëndësishëm dhe këtu është një zgjidhje tejet adekuate dhe e nevojshme për njerëzimin që të jetojnë, madje të bashkëjetojnë në hijen e respektit dhe në hijen e asaj që Kurani e quan, do të njohje ndërsjellët. Do thotë ju kemi ndarë وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا. Ju kemi ndarë në popuj, madje wa qabail, edhe mbrana popujve jeni fise, të ndarë, madje mbrana fiseve në familje. Nuk është kjo ndarje për t'ju përqarë. Nuk është kjo ndarje për t'u shfaq e përsia e një fisin dhe e fisit tjetër, absolutisht. Nuk është kjo ndarje për të luftuar mes njëri tjetrit dhe që më i fuqishmi gjithmonë ta ketë nën thundër më të dobtin. Nuk është për kështu. Andaj, ky kolorit i njerëzve në gjuhë dhe ngjyrë dhe kjo ndarje e tyre në popull dhe fisë dhe familje, li të arafu. Kjo li gjuhën arabe është, do të thotë ajo që tregon shkakun, i letin, li, për këtë e kam bërë. Li të arafu. Dhe është më rëndësishme se gjuha arabe ka forma dhe mosnjoja këtyre forma të shprehjes e bën edhe përthimin të mangët. Në gjuhën arabe, për shembull, kur bëhet fjalë se ajo aspekti i foljeve e përbën shumicën e gjuhës arabe. Dhe shumica e shprehjeve do të përmenden përmes foljeve, nga se ka shumë pasuri në këtë drejtim dhe lakimi i foljeve në trajta të caktuara shton nga një kuptim ose mungon. Nëse i dim realisht ndarjen e këtyre llojeve të foljeve. Andaj këtu ka li të arafu, që i bie që të njiheni mes vete, por një njohje reciproke, jo e njanshme. Do thotë është obligim i të gjitha palëve bashkë pjesëmarrëse në këtë emërtim njerëzor, të gjithë ta japin kontributin e tyre për të njohur me tjetrin. Njohje që nuk kupton komunikimin mes vete, nga se njohja fillon nga komunikimi. Çdo detaj i njohjes i më të tjashëm është peng i komunikimit mirëfillt. Për shembull, unë me ty do thotë nuk njihem, dua të njihem me ty. Dhe fillimisht filloj me bisedë, si je, më fal, si quhesh e kështu me radhë. Nëse kam sukses në fazën e parë të komunikimit, vazhdojna për mrekulli njoftimin më të tjashëm. Por nëse fillimi i njohjes e që nuk kupton komunikimin fillestar, nuk kemi sukses, ne detyrimisht ky mos sukses do të na shpijë edhe tek ndarja në fund. Pra kur Allah thotë ju kam krijuar dhe ju kam ndarë dhe kam bërë këtë, do thotë që të njiheni mes veti, nën kupton që ta zotëroni artin e komunikimit të ndërsa mes veti dhe që ndarje dhe dallimet mes juve mos të jenë pengesë e komunikimit. E tash kur bie fjala për komunikim, na kemi pengesë në komunikim. Gjuha është pengesë. Tash çu komunikojmë me gjuhën tënde. Allahu thotë nuk duhet të pengesë. Duhet të gjeni modele përshtatshëm ta të i kaloni edhe pengesën e quajtur gjuhë, edhe pengesën e quajtur racë, edhe pengesën e quajtur ngjyrë, edhe pengesën e quajtur kohë, edhe pengesën e quajtur familje dhe shtet, çka do qoftë, të i kaloni. Si dini bënjani, por të i kaloni, nga se qëllimi është të njiheni.